Përshëndetje. Në videon e sotme do të flasim për ecjen në gjumë, somnambulizmin. Somnambulizmi është një çrregullim. Shkaku i këtij çrregullimi ende nuk dihet mirë. Fatkeqësisht, në realitet, somnambulizmi mund të shkaktojë fatkeqësi, dhunë, madje edhe vdekje. Disa njerëz me çrregullimin e somnambulizmit gjatë gjumit bëjnë disa lëvizje rrotulluese të shpejta. Disa të tjerë e lëshojnë shtratin e tyre dhe ecin nëpër dhomë. Disa të tjerë dalin nga shtëpitë e tyre. Komunikimi me këta njerëz është i pamundshëm. Zakonisht ky çrregullim shfaqet te fëmijët dhe adoleshentët. Të ecurit në gjumë do të gjatë fazës jo REM të gjumit. Kjo do të thotë që nëse njerëzit ecin në gjumin e tyre, ata nuk janë duke parë një ëndër. Gjatë të ecurit në gjumë, personi ka një pamje të trubullt dhe fytyrë kurreshtare dhe zgjohet me vështirësi nga kjo gjendje. Në gjumin më të thellë ndodh qëndrimi ulur, ngritja dhe ecja. Zakonisht këto veprime fillojnë 60 minuta pas shkuarjes në shtrat dhe zgjasin 5 deri në 20 minuta. Somnambulizmi i fëmijëve prek 5 deri në 6% të popullsisë. Somnambulizmi zakonisht zhduket rreth moshës 16 vjeçare. Në pjesën më të madhe të rasteve, gjithçka ndalon pas një shëtitjeje të gjatë nëpër shtëpi, por ka edhe të rinj që bien nga dritaret, të tjerë që ulërasin nga ankthi i një ëndre, dhe nga ata që rrahin me grushta gruan në krevat. Personat e prekur nga këto çrregullime ndryshojnë nga personat somnambul, për arsye se personat e prekur nga këto çrregullime kur zgjohen e kuptojnë çfarë kanë bërë dhe shpesh u vjen turp për këtë, ndërsa ata që ngrihen somnambul, që i përjetojnë eksperiencat e tyre gjatë orëve të para të gjumit, kur zgjohen janë konfuz, nuk kujtojnë asgjë dhe mund të kenë reagime të dhunshme. Për fëmijët duhen marrë masa të repta, nuk duhet të kenë krevate të larta, dritaret duhet të jenë të mbyllura mirë, dhe dera qendrore e shtëpisë të jetë e mbyllur me çelës, ndërsa për të rriturit gjërat ndryshojnë. Rregulli i parë dhe më i rëndësishëm është që të mos abuzojnë me alkoolin. Somnambulizmi është trashëgues, që do të thotë që një nga fëmijët e këtyre njerëzve që janë somnambul do të jetë somnambul. Do vazhdojmë të flasim për DID-n. Dissociative Identity Disorder, ose ndryshe çrregullimi i personalitetit të shumëfisht, është një çrregullim mendor i karakterizuar si rezultat i dy identiteteve të ndara ose gjendje personalitetit të shkëputura. Këto gjendje shfaqen në sjelljen e personit të shoqëruara me dëmtim të memorjes në lidhje me informacione të rëndësishme. DID karakterizohet nga prezenca e dy ose më shumë personaliteteve të ndara që vazhdimisht kanë një fuqi mbi sjelljen e personit. Personalitetet e tjera kanë moshën dhe gjininë e tyre, secili ka oscilacionet përkatëse dhe mënyrën përkatëse të folurit. Nganjëherë ata janë persona imagjinar, nganjëherë janë kafshë. Çdo personalitet pasi shfaqet merr në kontroll personin dhe ky proces quhet switching. Switching mund të ndodhë brenda disa sekondave, minutave, por edhe ditëve. Gjithashtu, personat me DID përjetojnë një numër problemesh psikiatrike duke përfshirë këto simptomata: depresion, luhatje humori, tendenca për vetvrasje, çrregullime të gjumit, ankth dhe atak paniku, abuzim me drogë dhe alkool, simptomata psikotike dhe çrregullimet e të ngrënit. Shkaqet e DID-s janë akoma të paqarta, por studimet tregojnë që është një përgjigje psikologjike ndaj stresorëve interpersonal dhe mjedisor, veçanërisht gjatë viteve të para të fëmijërisë, ku neglizhimi emocional dhe abuzimi mund të ndikojnë në zhvillimin e personalitetit. 99% e individëve me DID kanë pasur histori të vazhdueshme kërcënuese dhe abuzuese në një fazë të ndjeshme të zhvillimit. Kërkimet tregojnë se në një familje ku prindrit janë kërcënues,
fëmijët mund të zhvillojnë DID. Diagnostikimi me DID merr shumë kohë. Individët me këtë çrregullim kalojnë 7 vjet në institucionet të shëndetit mendor para se të diagnostikohen. Kjo është e zakonshme sepse lista e simptomave që e shtyn një person të kërkojë ndihmë është e ngjashme me atë të çrregullimeve të tjera psiqike. Gjithashtu, personat me DID kanë diagnozë bashkëekzistuese, bipolar disorder, depresion dhe ankth. Statistikat tregojnë një normë prej 0,1 deri 1% të popullsisë të diagnostikuar me DID. Po ta konsiderojmë më gjerë, më shumë se 1/3 e njerëzve ndihen sikur po e shikojnë veten si në një film, dhe 7% e popullsisë mund të ketë një formë të DID-s të pa diagnostikuar. Nuk ka një kur fikse për DID-n, por trajtimi me kohë të zgjatur mund të jetë ndihmues nëse personi qëndron i përkushtuar. Trajtimi efektiv përfshin talk therapy, psikoterapin, hipnoterapinë ose dhe terapi të tjera si art or movement therapy. Nuk ka një medikament të veçantë për DID-n, por duke qenë se shoqërohet me ankth dhe depresion, trajtimi me ilaçe i këtyre problemeve bashkëekzistuese paralelisht me psikoterapinë mund të ndihmojnë.